Përshëndetje, shkas për këtë komunikim sot me ju është protesta e fermerëve, shoqatës tyre përpara Ministrisë Bujqësisë dje, që për mua ishte një dëshmi e krizës ekzistenciale të tyre, pra rrezikut të mbylljes përfundimtare të biznesit të tyre për shkak të mungesës së financimit. Ata kanë kuptuar shumë mirë që skema kombëtare e subvencionit bujqësisë me fondin e alokuar prej 52 milion eurosh është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat e tyre. Pra, thjesht nuk ka para për të përballuar kërkesat e mëdha për financim të fermerëve. Aritmatika është e thjeshtë, parat mungojnë. Në mënyrë që të mbahen ata më këmbë, ka nevojë për një paketë shtesë të emergjencës që duhet të jetë më pak se 100 milion euro, ashtu siç kanë vepruar edhe vendet fqinj, ashtu siç ka vepruar Maqedonia e Veriut, ashtu siç po përgatitet të veprojë edhe Kosova, për të përballuar pikërisht këtë krizë të madhe të prodhimit nga rritja e papërballueshme e kostove. Vetë skema kombëtare, po që do ta shqyrtojmë me hollësi, është ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë përjashtuese. Pra, janë vendosur disa pragje diskriminues absurd, si për shembull kufiri prej 3 hektar sipërfaqe për të përfituar fondin prej 100.000 lekë të vjetra për hektar, kur ju e dini fare mirë që pjesa dominuese e parcelave në Shqipëri nuk ka përcejnë 1.2-1.3 hektar. Kjo do të thotë që 94% e zotëruesve të parcelave të përjashtohen nga skema kombëtare. Po kështu, pavarësisht se ka një reduktim të pragut për mbështetjen e blegtorisë, përsëri 55% e fermave blegtorale mbeten jashtë financimit. Ajo që është edhe më shqetësuese është fakti që prodhimi kombëtar, produktet tona bujqësore dhe blegtorale ngarkohen me një TVSH asfiksuese, 20%. E cila pretendohet se do të rimbursohet në masën 10%. E para punës, nëse ndodh ky rimbursim, ndodh në fund të vitit fiskal, shoqëruar natyrisht me paraqitjen e faturave të timore. Kur problemi çështja duhet thjeshtuar. Duhet veprojmë ashtu siç veprojmë Bashkimi Evropian, ashtu siç po vepron shteti fqinj Maqedonia e Veriut, duke vendosur një TVSH të reduktuar, dhe propozimi jon edhe në programin e bujqësisë ka qenë shumë i qartë. Ta ulin me 4 herë TVSH-n, ta çojmë në 5% për t'i dhënë një frymarrje prodhimit bujqësor dhe blegtoral shqiptar. Kështu po vepron Bashkimi Evropian, i cili mesatarisht e ka 6%, Maqedonia e Veriut që e ka pak a shumë në nivelin e 5%. Duke vepruar kështu, i japim një frymarrje prodhimit kombëtar, e bëjmë atë më konkurrues. Dhe nga ana tjetër, kemi një rritje të frikshme të kostove të inputeve bujqësore, duke filluar nga nafta. Sot në treg, çmimi i naftës, pavarësisht nga ulja këtë ditë të çmimit të saj në bursat botërore, përsëri është në nivelin e 2300 lekë për litër. Kjo reflektohet në rritje të kostos prodhimeve bujqësore, sepse penalizon punimin në bujqësi. Për lirim, për frezim, për diskim, do të kërkohet shumë para, të cilët fermeri nuk i ka. Po kështu, kemi një rritje të jashtëzakonshme të kostove së plerave azotike dhe atyre fosfatike. Çfarë kërkohet? Të rifillojë rimbursimi i naftës, sipas skemës që ka qenë më përpara. Nëse me shumë zell vazhdon furnizimi i naftës pa taksa për jahtet, të bëhet kjo për bujqësinë. Me 2 tankera naftë për jahtet mbaron dhe plotësohen nevojat e bujqësisë. Prandaj, nëse vërtet kërkohet që të mbahet prodhimi bujqësor më këmbë, të rikthehet fuqishëm skema e naftës pa taksa, e cila është emergjente për arsye sepse nafta zë 70% të kostos prodhimit bujqësor, sepse përdoret jo vetëm për punët me mekanikë bujqësore, por edhe për serat për ngrohje. E njëjta gjë për plasmasin. Ajo që është alarmuese, dhe këtë e treguan edhe shifrat e Instatit për 2 muajt e parë të këtij viti, është që prodhimi bujqësor vendas është në rënje me pikëjarë. Sipas Instatit, vetëm për këto 2 muajt e parë kemi një
ullje të eksporteve bujësore me 33% dhe rritje të importeve bujësore me 23%, duke thelluar edhe njëherë deficitin tregtar. Kjo reflektohet në rritjen e jashtëzakonshme të çmimeve në treg të prodhimeve bujësore. Domatja po fluturon, ka përsyr 4.000 lekë të vjetra kilogrami, pikërisht nga ulja e ofertës së prodhimit vendas. Dhe padyshim, meqense tregu tashmë kontrollohet nga pak duar, nga oligopole, ata përcaktojnë edhe çmimet. Po qëse ne do dalim në tregjet e Tiranës, po dhe gjithë Shqipërisë, do shikojmë një dominim të prodhimeve të importuarave, të frutave dhe të perimet, dhe kjo ndodh në një vend i cili ka të gjitha kushtet, kushe ideale do të thoja për prodhim gjithëvjetor të këtyre artikujve. Pra, një vend që ka 300 ditë diell, që ka ujë, ka tokë pjellore, është një padrejsi që të mos jetë në gjendje të ofroj këto produkte për ushqimin e popullatës dhe jo më pastaj për eksport. Prandaj kërkohet një rishikim, një përmbysje totale e kësaj skemës, dhe ajo që të hiqen pragjet, ne kemi thënë dhe kemi theksuar këtë me forcë, është dhe antikushtetuese të vendosës pragje diskriminuese për persona dhe për individ që aq i kanë mundësit për të administruar fermat e tyre bujësore dhe blegdërale, dhe ajo që është më kryesore, urgjentisht, ose me akt normativ, ose nëpërmjet një projekt ligji në parlament, të miratohet një paket shtesë e financimit bujqësisë, e cila do të jetë jo më pak se 100 milion euro, dhe një TVSH e reduktuar në 5%. Vetëm me këto masa mund ndalohet rënimi i bujqësisë dhe të projektohet rimëkëmbja e kësaj në të ardhmen. Faleminderit.